Përshëndetje Mari, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Atëherë ju jeni një diplomat karriere, pedagog, sportist dhe mbi të gjitha keni shprehur dhe keni thënë që jeni dhe mason. Si a dilni që ti përballoni të gjitha këto? Në fakt të gjitha po t'i shikosh kanë ndërthurje mes njëra tjetrës. Diplomacia është ajo diplomacia, si të them unë, klasike që ne kemi si udhërëfyesin tonë dhe me prioritetet e saj. Pjesa e sportit është gjithashtu një diplomaci publike, një diplomaci e një forme tjetër, diplomacia soft që do i quaja, e cila lidhet ngushtë me promovimin e vlerave më të mira sportive në këtë rast, por dhe artistike dhe kulturore, sepse konkretisht bodybuilding dhe fitness është ndërthurje midis sportit, artit dhe kulturës së një vendi. Masoneria gjithashtu që në zanafillin e saj ka shërbyer pro humanizmit, është si një vllazëri, si një shoqëri e cila ka sjell progresin, e cila ka sjell demokracinë në vende, e cila ka kthyer krejt rrotën e historisë botërore në favor të njerëzimit dhe në favor të humanizmit. Ndërkohë pjesa e pedagogjisë është përsëri një pjesë, unë e quaj shpeshherë altruizëm në kuptimin e mirëfillt, në të dhënit të gjërave më të mira që individi ka, dhe eksperjenca ime jetësore, por dhe profesionale, mundohet ta përçoj më së miri brenda modestisë, them, tek studentët, tek brezat e ri, që atë çka di, atë çka kam përftuar gjatë karrierës time, ta transmetoj dhe ke brezi i ri. A ka ndikuar familja juaj në zgjedhjen që keni bërë në jetë? Sigurisht, në kuptimin klasik, e them përsëri, ka ndikuar, sepse unë vi nga një familje e vjetër, e quajt e fisnikrisë europiane, flasë në Zanafill, sepse unë si historian dhe si studiues i heraldikës, jam munduar gjithmonë që pjesën e traditës së familjes time ta vazhdoj. Dhe po të dalë tek familja më e vonte, familja ime direkte, që kam një baba mjek, një nën shkrimtare, ku jam rritur me kulturën, jam rritur me librin, jam rritur me terren, me progresiven, gjithmonë ka qenë një udhërëfyes. Pra, jo ndikim i drejt për drejt në kuptimin e imponimit, por një udhërëfyes i mirë, kur janë ndërtuar baza dhe kur janë ndërtuar shtyllat kryesore, të cilat më kanë drejtuar që të bëj këtë zgjedhje që kam bërë dhe sot. Si ka qenë për ju të rriteni duke qenë djali i shkrimtares Mira Meksi? Në fakt ka qenë është përgjegjësi, është padyshim është krenari, po krenaria e cila vjen me përgjegjësi është dhe një peshë e rëndë. Pra, sikurse ti ndihesh mirë dhe ndihesh i vlerësuar dhe ndihesh i nderuar, dhe në kuptimin e mirë të hapen dyert në kuptimin dhe të networku dhe të shoqërisë, por dhe nga ana tjetër ti ke përgjegjësinë që të paktën të nderosh emrin e prindërve të tu, emrin e të parëve të tu, dhe të mundohesh ta çosh më lart, të paktën i detyruar që mos ta turprosh, themi ne, në zhargonin e përditshëm, dhe e gjitha të vjen me kosto, të vjen me barë, të vjen me një lloj përgjegjësie, realisht me një lloj përgjegjësie. Çfarë bëni në kohën e lirë kur nuk jeni në diplomaci ose në palestër? Të thash, unë gjithmonë dhe kohën e lirë e kam të angazhuar sërish me element të cilët lidhen ngushësisht me pasionet, sepse për fat, unë e konsideroj gjithmonë fat që atë çka ti bën në profesion, atë ta kesh dhe pasion. Pra, dhe pasionet e mia lidhen me profesionet, duke thënë ndryshe me pjesën e asociacionit të titujve të fisnikrisë që unë po sjell në vendin tonë, që lidhet ngushtë, si them, me traditën e familjes time, me traditën e vendit tonë, që dhe Shqipëria ka pasur, po them, familjet elitë dhe familje dhe fisnikrinë e saj dhe fisnikrinë e saj e cila barabitej me fisnikrinë europiane, me studimet në histori. Unë jam i apasionuar mbas filozofisë, mbas astronomisë, mbas psikologjisë, mbas shkencave okulte, dhe gjitha kjo pjesa e leximit më merr vërtet shumë kohë gjatë ditës. Pra, atë kohë që e quajmë të lirë, unë e shijoj me lexim dhe me pasionet e mia që lidhen ngushtësisht dhe me profesionin tim. Si ka filluar pasioni juaj për bodybuilding dhe kur e keni kuptuar që ky është sporti që doni të ndiqni?
Bodybuilding dhe fitness mua më ka ardhur në mënyrë shumë spontane, shumë natyrshëm dhe që në rreth moshës 12 vjeç, ndryshe nga bashkëmoshatarit e tjerë që ndiqnin këto sportet, po them, më popullore, siç janë futbolli, basketbolli e tjerë, duke u shoqëruar me babai më merrte gjithmonë me vete, me miqtë e tij, me mjekë të tjerë, me inxhinierë të tjerë, të cilët ishin më të mëdhenj se unë në moshë dhe detyrimisht ulesh në tavolinë me të rritur, ndiqja bisedat e tyre, kisha një qëndrim tjetër dhe unë, detyrohesha në një farë mënyre të dëgjoja lajme, të ndiqja lajme që tisha sadopak dhe unë i përfshirë në ato bisede të rriturve, por njëkohësisht fizikisht sigurisht isha fëmijë dhe isha më i vogël dhe lindi domosdoshmë si të them në një farë mënyrë edhe si një lloj kompleksi mund ta quajmë apo një lloj inferioriteti ndaj të rriturve. Dhe kështu nisi gjithë zanafilla dhe bodybuilding ka një gjë që në momentin që ti hyn në bodybuilding dhe fitness, ai fundi është vetëm skena. Nuk ka fund, pra nuk mund ta nisësh ta lësh thjesht në kuadrin e një pasioni pa e kthyer detyrimisht në një profesion siç mua më është kthyer dhe më është bërë tashmë. Si arritët ju që të mbanit paralelisht edhe profesionin e diplomatit ndërkohë që merresh edhe me sport? Ndihmon sporti? Është e vështirë, por sporti padyshim në kuptimin e tij të kalit të gjithë forcën, durimin, forcën e karakterit, është gjithë pjesa simetrike e jetës që ti e ndan në vertikale dhe në horizontale dhe ti mundohesh të jesh shumë sistematik dhe fakti i sistematikës të bën të ndryshon apo të forcon dhe të përmirëson dhe karakterin dhe me këtë lloj sistematike ti kur je i suksesshëm në një sport individual, një sport force siç është bodybuilding dhe fitness dhe sport estetike dhe bukurie ku nuk lëvizin po them milimetrat, sepse është pjesa e alimentacionit, është pjesa e suplementeve, është pjesa kimike, është dhe pa folur për stërvitjen që në fakt është e fundit në gjithë të gamë që përmenda, detyrimisht ti bëhesh shumë sistematik dhe në jetën tënde dhe gjitha kjo të bën që ti të bësh një lloj kombinimi të mirë, ta racionosh kohën, të mos humbasësh kohën në asnjë moment sepse kombinimi i profesionit, i diplomacisë me bodybuilding që thash që është në vetvete një diplomaci soft që quhet, diplomaci që njihet në terminologjinë diplomatike, është ajo çka bën të mundur promovimin e vlerave më të mira të tuat personale, por dhe të vendit tënd. Kështu që në këtë mënyrë kam bërë kombinimin e të dy, dhe të profesionit, por dhe të pasionit, po i quaj. Ju si një sportist elitar keni pasur dhe një gjyq në lidhje me ndryshpërblimin nga shteti shqiptar. Si vazhdon historia? Gjyqin për fat të mirë e fitova, sepse thash kisha gjithë dokumentacionin nga Federata Botërore, kisha të gjithë nderimet nga 12 qeveri të shteteve përfshirë dhe shtetin ton, gjithë vlerësimet më të mëdha, testin antidopingut e tjerë dhe e fitova gjyqin në gjykatë administrative. Tashmë presim zbatëveshmërinë e tij për të marrë shpërblimin sipas ligjit të VKM-s për shpërblimet që duhet ta theksoj që është jemi një nga vendet me nivelet më të larta të shpërblimit flas në vlerë monetare, por sipas dhe të drejtës së lashtë greko-romake dhe për fat të mirë thash un kam qenë një nga ideatorët e parë dhe vlerësoj jashtëzakonisht pjesën e institucionale dhe qeverisë e cila e ka akredituar, e ka bërë pjesë të legjislacionit tonë që ne si sportistë elitar përfitojmë dhe gradën kolonel, gradën ushtarake, të cilën bëra kërkesën pranë Ministrisë së Mbrojtjes pas fitimit të gjyqit për të marrë, kjo është gradë honorifike dhe përsëri përbën një lloj si them vlerësimi që të bën vendi yt, shteti yt, sikurse më kanë bërë thash shtetet të tjera duke përmendur këtu urdhrin më të lartë ushtarak dhe civil të dhënë nga mbreti Habsburg, arkiduka i Austrisë dhe princi i kurorës hungareze, me këtë motivacion. Kështu që gjërat kanë shkuar shumë mirë dhe shpresojmë të ecim në këtë linjë. Meqense jemi te kjo temë, ju para një viti keni marrë dhe titullin si qytetar nderit të dhënë nga Erion Veliaj. Si ndjeni sot për situatën që po kalon Erioni? Është sigurisht që në aspektin individual patjetër për duke vlerësuar
punën që ka bërë kryetari i bashkisë për qytetin me gjithë këto zhvillime, në planin personal, individual, sigurisht ndjej keqardhje, shpreh besimin që mbetet gjithmonë fjala e drejtësisë, sepse kur drejtësia flet çdo kush hesht. Por me shpresën që çdo gjë të sqarohet dhe çdo gjë të shkojë në vendin e duhur. Nëse nuk do kishit qenë diplomat ose sportist, çfarë do kishit pasur një profesion tjetër? Duke qenë se unë them të drejtën, kam eksperimentuar në një gamë të gjerë profesionet, duke filluar si nga pjesa e diplomatit, pedagogjisë, sportit, po them fusha të tjera, sepse jam dhe jurist, jam dhe ekonomist, përsëri një profesion që unë do ashtu që kam dhe përgatitje në, po them, akademike, është ajo e gamës dhe po them e profilit ushtarak. Për arsye se dhe në ADN, po them, ne kemi pasur meksajt janë njohur në mesjet si stratiot. Stratiotët ishin profesioni kohës, që ishin general, të cilët kishin ushtrinë e tyre, pavarësisht që në konjetacion ditë e sotme mund të marrë një konjetacion, po them unë ty mercenarësh në aspekt, por në atë kohë në mesjet ishte profesioni kohës. Kështu që, si them, pak në ADN, pak në pjesën profesionale dhe akademike, dhe plus pjesa e talentit, sepse unë jam dhe kampion në sportin e qitjes me armë luftarake, me sniper, ku kam dalë dhe në Hungari, për shembull, po them arritjet e fundit kanë qenë 6 vjet rresht kampion në kampionatin organizuar nga forcat speciale hungareze TEK, Terror El Halitashi Kospont, të cilët ishin dhe të inteligjencës dhe drejtoria e inteligjencës, por dhe kështu që mendoj që në profilin ushtarak do ishte një profesion tjetër që do kisha zgjedhur. Interesante tjetër rreth jush është edhe fakti që keni si kafshë shtëpiake gjarprin, që në shumë raste ka ndodhur që gjarpri ka pickuar të zotin edhe është një kafshë pak e rrezikshme. Pse keni zgjedhur pikërisht gjarprin? Në fakt gjarpri nuk është imi personal, dhe pse është, domethënë, në perceptimin publik është menduar sikur në atë intervistë që kam dhënë tek një mikesh, duke sikur gjarpri ishte imi. Në fakt gjarpri ishte i atij ambienti, ishte pjesë atij ambientit ku zhvillua intervista. Por unë e them dhe në atë intervistë që gjarpri në simbolikën ka qenë simbol i lirëve, i të parëve tanë. Dhe gjarpri totem, gjarpri mbrojtës, ka qenë dhe madje ne kemi dhe në kohët më të vonta e kemi atë që njihet si gjarpri i shtëpisë, që simbolizon mbrojtësinë e shtëpisë. Pra, nuk shikohet si një, po them, kafsh, do i quaja, domethënë, problematike. Dhe gjithmonë është në simbol, është simbolik e vazhdimësisht, është simbolik e mbrojtjes, është simbolik e sigurisë. Atëherë, ju e një shprehur se jeni pjesë e masonëve dhe masoneria njihet si një organizatë shumë misterioze. Masoneria është, unë jam mason i lirë, masoneria është shoqëria dhe vllazëria dhe urdhri më i vjetër i njerëzimit, më i madhi numerikisht dhe më i kudondodhuri dhe më aktivi, i cili ka shërbyer gjatë gjithë historisë së njerëzimit si balanca e të mirës ndaj të keqes së madhe. Dhe çdo qeveri apo çdo pushtet, po i quaj, totalitar, i cili ka qeverisur njerëzimin në këto qindra vjet, të cilët kanë pasur pushtetin të centralizuar në dorën e një personi apo një grupi shumë të vogël personash kundra njerëzimit, kundra humanizmit, dhe këtu përmendim pushtetet gjakatare si papati në periudhën e tij të errët, monarkitë, perandoritë, fashizmi, nazizmi, komunizmi, dhe balanca dhe armiku kryesor i këtyre pushteteve ka qenë pikërisht masoneria, që përbëhej nga një grup njerëzish të sensitiv, do i quaja, artistësh, shkencëtarësh, filozofësh të kohës, të cilët në mënyrë okulte, në mënyrë të fshehtë, përgatitën rrëzimin e këtyre pushteteve totalitare për kthimin e rrotës së historisë drejt lirisë, demokracisë, barazisë dhe vëllazërisë.
Kur dikush thotë që është mason, si në rastin tuaj, çfarë do të kuptojmë ne? Pra dikush që mund të vetë shpallet në sensin që ai e ndjen që është mason, apo është edhe e lindur, pra është familja dhe breza të mëparshme? Mason nuk lind. Mason ti bëhesh. Mason duhet të jetë një burr. E them burr për arsye sepse deri në vitet 1800, fillim viteve 1800, masoneria ka pasur lozha mikse, ku ishin dhe meshkuj dhe femra, por gjatë periudhave më të errta të njerëzimit, gjatë torturave që i bëheshin femrave masone kur kapeshin nga pushtetet totalitare gjakatare, ishin më të ndjeshme dhe më fragjile, po që më të dobta sigurisht për vetë konstruktin si e ka krijuar nëna natyrë, dhe kur kërkoi të nxirrit një sekretin masonik, duhet të jesh mbi 21 vjeç, të trokasësh në masoneri, të kalosh filtrin e masonerisë dhe të pranohesh në masoneri mbas shumë po them filtrash edhe shumë verifikimesh etj ti bësh pjesë e masonerisë. Po është një gjë që kur ti ke një prejardhje, po them pra antar të familjes time këtu e 200 vjet përpara flasë, dhe nuk bëhet fjalë për vendin ton, por në vende të tjera të botës kanë qenë pjesë e masonerisë, dhe kjo sigurisht të ndihmon në momentin që ti troket në masoneri, por patjetër që ti përsëri kalon në të njëjtin filtr verifikimi. Mund na thuash cilat janë disa nga filtrat pra për të bërë mason, çfarë duhet të kesh ose të mos kesh? Në masoneri duhet të jesh mashkull, duhet të jesh mbi 21 vjeç, flas në masonerin klasike, por sot janë dhe në ato që quhen lozha të rregullta masonike, të njohura ndërkombëtarisht, të njohura botërisht dhe të njohura nga ajo që njihet si UGLE, United Grand Lodge of London of England, që është lozha e madhe e bashkuar e Britanisë së Madhe, Anglisë. Në filtrin që kalohet është një filtr që lidhet me pastërtinë e figurës, që ti nuk duhet të jesh i dënuar, ti duhet të kesh një figurë kredibël. Më pas sigurisht që ti je njëri i cili kur troket në masoneri ke marrë njohuri të mjaftueshme masonerisë, je natyrë po them altruiste, që ti kërkon të ndjekësh dritën, kërkon të japësh njerëzimit, kërkon të bësh për njerëzimin, dhe pastaj kalon në gjithë qëllimet dhe dëshirat e tua që ke në aspektin fizik, metafizik dhe po them komplet është pjesa, si them, shpirtërore, emocionale, është ezoterizmi i cili e bën një mason që të ketë dëshirën për të gdhëndur siguri, e quajmë ne, pra a good man to become better, një njeri i mirë për të bërë akoma më i mirë, për vete dhe për shoqërinë. Pra një person që mund të bëhet mason është vetëm një person i gjinisë mashkull, pra një femër nuk mund të bëhet mason. Sot kemi dhe lozha të parregullta që quhen, që janë lozha mikse, ku kryesisht përbëhen nga motra, nga nëna, nga vajza masonësh, por dhe nga zonja të tjera të cilat nuk kanë lidhje të drejt për drejt me familjarët të tyre mason, por pra nuk janë lozha të rregulla, po janë lozha të parregulla, quhen lozha mikse, të cilat kanë në antarësinë e tyre dhe zonja. A është i përhapur masonizmi në Shqipëri dhe prafërsisht sa mason mund të ketë në Shqipëri? Sot në Shqipëri ekzistojnë disa lozha të mëdha, siç po them është lozha e madhe e Shqipërisë, madje edhe lozha e madhe e Shqipërisë ka, si them, dy ndarje, dy në ndeg. Është një lozhë tjetër që është kam përshtypjen me burimin nga Rumania, si them, dhe mos harrojmë që Rumania ka qenë shumë e rëndësishme për vendin tonë, sidomos gjatë kohës të pavarësisë së vendit, ku diaspora jon ka qenë mjaft aktive. Kemi një lozhë turke, dhe kur them turke në kuptimin që, si them unë ty, me inicimin nga Turqia, kemi një lozhë tjetër që është lozhë mikse, me orgjit, me substanca alucinogjene, të tjerë, masoneria distancohet plotësisht. Masoneria në antarësinë e saj ka inxhinier, profesor, mjek, historian, pedagog, njerëz të shkencës, së dijes, së artit, të filozofisë, dhe nuk, madje po them, unë
e shikoj dhe këta pseudo njerëzit e famshëm nuk kam parë dhe nuk kam gjetur në masoneri. Po, masoneria ka personalitete të artit, të shkencës, së filozofisë, po jo personalitete të botës së showbizit apo të influencues të jetës së përditshme. Që kur je bërë pjesë e masonerisë, çfarë ka ndryshuar në jetën tënde dhe ku ndryshon një mason nga një njeri që nuk është? Sigurisht me vdekjen fizike si profan, po e quaj, në flasim gjithmonë në metafizikë, dhe rilindjen si mason për një njeri është përmirësim i përditshëm i qenies tënde, largimi nga materia dhe bërja pjesë duke u drejtuar më pranë dritës, më pranë shpirtërores, asaj që është në të vërtetë e qëndësishme. Se kemi thënë, shpirti është i përkohshëm dhe trupi është i përkohshëm dhe vdekatar, ndërsa shpirti është ai që endet në kohë dhe në hapësirë. Pra, ne jemi shpirti është ai që përmban të gjithë karakteristikat dhe elementet tona. Dhe masonët fokus kanë pjesën shpirtërore, pjesën emocionale. Gjë që e bën një mason të ndryshëm nga e gjithë pjesa tjetër e shoqërisë dhe si të them, e profanizmit. Padyshim bëhesh të rritet sensitiviteti, ndjeshmëria, të rritet përgjegjësia, të rritet altruizmi, dhe ti je për botën e madhe, je për shoqërinë e madhe, ndërsa në plan individual njeriu, individi, ka frikrat e tij, ka ankthjet e tij, ka maktet e tij, dhe nevoja më e madhe për njeriu është siguria e tij. Dhe në këtë siguri, kur ti lind dhe rritesh me besimin në hyj, me besimin në kom, me besimin në Zot, me besimin në vllazëri, me besimin në njerëzim, dhe kur ti gdhihesh me qindra milion vëllezër, siguria për ty është më e madhe dhe përgjegjësia është më e madhe dhe dëshira për të dhënë më shumë botës, njerëzimit është akoma më e madhe. Dhe një pyetje fundit, ju keni lidhje me Endri Meksin? Endri Meksi është djali i profesorit të nderuar Aleksandër Meksi, janë dy vëllezër, Endri dhe Redoni, dhe kemi lidhje fare fisnore, sepse thash, familja Meksi dhe fisi Meksi janë vërtet shumë të mëdha, numerikisht, është një familje shumë e madhe numerikisht dhe fis shumë i madh, jo vetëm në Shqipëri, dhe kjo vlen për mua sepse unë studioj dhe mbaj kontakte dhe lidhje në mbar globin. Fisi ka mbajtur në rreth 1000 vite, unë kam të dokumentuar dhe kanë qenë, po them, në kataloget e familjeve më të mëdha të fisnikrisë europiane, madje një British Metropolitan ka hedh një dritë mbi dhe origjinën e princit konsort të Mbretërisë së Bashkuar Albert Eduard. Pastaj familja ka pasur mbiemrin Bushiç, bua, që lidhen ngushtë me princit e artës, me principatat e artës, me Mërkur Buën apo Gjimbu e Shpatën, dhe një familje dhe fis shumë i madh numerikisht në mbar botën dhe në Shqipëri. Pra jemi një fis dhe me profesor Aleksandër Meksin, i cili ka qenë dhe një burim frymëzimi dhe librat e tij të historisë që ai ka shkruar, dhe ai dhe profesor Fethod Meksi më kanë bërë që unë të ulumtoj më shumë dhe të arrit deri në këtë pikë të familjes time. Do të pyesja në lidhje me pseudonimin që i vendoset Endri Kanatierja, ndërkohë që MCN-ja ka qenë televizioni i parë që ka folur në lidhje me ku shkojnë paratë të shqiptarëve. Për këtë pjesë të thash, mendoj se pjesa është pjesë satirike, ndoshta pjesa e kësaj batutës, do me thënë, me Kanatierjen, ndërsa për pjesë të tjera thash, unë jam shumë i distancuar me spekulimet apo me ato, thash, me gosipin, jam vërtet qëndroj larg gosipit. Me Endrin tha bie më fis, kur shkoj ke MCN për intervistë, takohemi, përshëndetemi dhe thash pjesën e gosipit pastaj mbetet në pjesën e gosipit. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit ju për gjithçka.